Dale një se djali ka topa në mes të vendit, edhe nuk bëjmë dot një video si njeri. Po burri jot nuk vjen kur në Shqipëri as me njerëzit e tu. Tani duhet të them të vërtetën. E vërteta është që nuk shkon mirë. Me njerëzit e mi, ndaj dhe nuk e shikoni që të vijë, edhe njerëzit e mi nuk e duan, edhe ai nuk i do. Këtë nuk doni të dëgjoni kur bëni një pyetje të tillë. Jo, nuk o ta dëgjoni këtë, se nuk është kjo e vërteta, njerëz të dashur edhe të bukur, Vera Blum. Nuk e kuptoj këtë pyetje tipike që bëhet sa shikoni diçka, ku di unë, është pyetje që bëhet gjithmonë që një çik me spec djegës. Nëse tani, hajde, ta bëjmë spec të but, jo spec djegës. Që thoni o njerëz të dashur e të bukur, burri im punon, edhe kur i ka pushimet, se në Shqipëri, në Greqi, tek njerëzit e mi ka ardhur 2-3 herë, kur ka pushimet pastaja, vendosim të vemi diçka në vend tjetër, siç shkuam në Itali, siç kemi shkuar në Amsterdam, siç kemi shkuar në Dubai, në vende të tjera që nuk kemi vizituar. Ose pastaj kur ka pushime të tjera, që kam edhe unë pushime, unë do shkoj te familja ime, ai do shkoj te familja e tija, se i kemi pushimet nuk i kemi bashkë. Unë jam mësuese dhe kam pushime kur kanë shkollat, do me thënë 5-6 herë në vit aty, burri im ka 1 herë në vit pushime ose 2 herë. Se është self-employed, do me thënë, po të punoj do paguhet. Që kështu nuk mund të marri pushimet kur i marr unë. Kjo është e vërteta. Që do me thënë, ka ardhe edhe tek familja ime, kam shkuar dhe unë te familja e tija, po me që pushimet nuk i kemi bashkë, nuk bëhet që të shkojmë, do me thënë, ai kur merr pushimet nuk ka pse të vijë 20 herë në vit në Greqi ose 20 herë në vit në Shqipëri. Kjo është e vërteta. Që nuk kemi pushimet të përbashkëta. Jo që nuk ka ardhur, nuk vjen, pse nuk vjen te njerëzit e mi, çdo gjë është okej, mos u shqetësoni fare, nuk kemi probleme të tilla, shqyqur Zotit, edhe ky është realiteti vetë. Okej.